bukur pyetja. Edhe unë, derisa erdha në atë pyetje, duhet bënja një gabim të mëparshëm që të vija se s'është e lehtë. Ju kam thënë që gjithë suksesi sot është ke pyetja, jo unë, ju kam thënë. Unë e kam të dëgjuar, çalishin e kam thënë unë. Të isha unë ato nivele që të thosha akoma gjem, se do të kisha marrë 2-3.000 euro të ardhra, por nga që sem ato nivele, ringara vitem. Ke parasysh edhe dëgjoja. Pra, duke gabuar mësojmë. Pyetja çfarë e thjesht, ku e kemi? Pra ishte. Pyetja është, ligjërisht, a kam të drejtë të njihem me bashkëpronarët, jo me fëmijët, me bashkëpronarët. Me ata që jetoni në pallati, në një hyrje dhe ke bashkëpronar, i ke fëmijë, ata pa ta janë edhe bashkëpronar ligjërisht sipas certifikatës së pronësisë që akshi nuk e shkruan. Sepse jo për gjë, prit një moment. E kam mësuar unë këtë gjë para 6 vjetësh. Një shoku im kishte miq në kadastër. Edhe nga telefoni këtu, tak kush na me. Ne jemi të zënë, prit një sekond. Dhe çfarë bëri ai? Para se tash ishte shtëpinë, kishte mik në kadastër dhe kishte rifreskuar certifikatën e pronësisë dhe kishte dalë aty dhe sipërfaqja në bashkëpronësi. Gjë që këtu nuk ekziston sipërfaqja në bashkëpronësi. Po ç'po na intereson, neve e dimë që sa metra kemi në bashkëpronësi, sepse aty është shkruar vlera bruto, ajo sa metrat katror bruto, jo neto. Dhe që do të thotë që këta fëqinj që kemi në pallat neve, këta fëqinj duhet i dim neve kush janë, na duhet emri kush janë, mbi emri dhe me çfarë merren. Tani këtu është debat i madh, sidomos me komunistat shqiptarë, ata më thonë mua komuniste, e ke parasysh ka një mentalitet shoqëria jonë, një mentalitet që janë kështu si skipteri janë. Jo, thotë është drejtë, është private, kush është private më shokon, kush është private, ma thuaj, pse duhet jetë private emri jot, pa ma thuaj ti mua. Çfarë më bën ti ke vrarë, ke prerë, ti duhet të krenar për emrin që e thuaj. Jam filani, jam fëqinj me ty dhe bëj këtë punë. Ku e ke problemin ti? Po si më që ka sekret kjo të mos dish ti fëqinjin, kush është fëqinji jot aty? Ngort fëqinji jot, vdes nesër fëqinji jot, ti mos dish asgjë. Ç'është kjo thotë po le më bukur apo nuk e thon as shqiptarët e Shqipërisë këtë, se këta e thonë me dy mendje shqiptar. Po gjithë shqiptarët e Evropës me vrap në shoh, ja të lexoj komente tani unë. Po se kështu do ecim ne. Po se çfarë po fshinjere, keni vrarë njerëz, keni prera, keni therrura. Po se çfarë të pengon të thuash emrin, thuaj emrin, ti je krenar për emrin tënd. Jam filani thuaj. Banoj në këtë pallat, për kaq kohësh, bëj këtë punë. Kur do pim në një kafe, të diskutojmë për komunitetin, të diskutojmë për hallet, të diskutojmë për këtë votojmë, të diskutojmë çfarë do bëjmë në një gjë. Jo, që ka private, gjithçka e keni private, e vrapshin vetën juve, ore. Nuk la gjepa e bërë private juve. Ju keni therrur, paftë, më ngrini nervat, më ngrini, që nga private. Ja të lexojmë që komente. Më acarojmë, është private, thotë. Qinja atje në gjitur është private, sa kush është këtë fëqinj, që ka shpinë e veta, është me qira, që shteka, duhet tyja bënaj. Po ku ti duhet gjose së më duhet ma, i duhet ati tjetëri që është matan, 10 pallate më tutje. Si më dashkër ka mua emri fëqinjit aty që më ndam një mur, apa i ati sipër. Se që është të duhet ty emri fëqinjit ja bërë. Po duhet o më duhet shoko, se më dhaj pjesën e përbashkët. Dhe ajo është pronë në bashkëpronësi. Si që kam blerë unë, ka blerë edhe aja shensorin, shkallët, ambjete mbështetëse, ambjete teknike. Dhe nëse ato marrin shërbime, kush nuk paguan, kush paguan tarifat. Si do ecim në komunitet. Që të duhet tyja bërë, po si ja unë zëgoja, mërë qarë njërës që jeni, ore. Si janë zëgoja dhe sasat lezeqëm që jeni. Që duhet tyre, po ti ke vrarë ti, ke prerë ti, që ke bërë ti që jesë kaj sekret, e ke i private. Private emri jotë. Po turp të vi, private. Krenar du ti ishtë atua që emri tëtë. Krenar edhe qa pun e bërë. O di ti edhe të tregosh edhe sa lek fiton. A kupton? Mua bete kam private, thotore, ku e kam, shkoj sa bukur, prit. Ja ku e kam komentet këtu. Ky thot është e drejta jote, jo vetëm, e drejta jote është vetëm në atë që të përket ty ligjërisht, pastaj komunikimi dhe sjelljen e ndërton, komunikimi dhe sjelljen e ndërton vetë njeriu. Prandaj quhet komunitet, ku njerëzit janë të ndryshëm në ide, bindje, racë gjini dhe vendosin disa rregulla mirësjellje, jo me imponim. Me sa kuptoj, keni probleme vetën, thot ky. Deri ky e bëri gjithë komentin, Tasimi, shoku im. Tasimi e bëri komentin shumë bukur, po pasaj e tha,
ke probleme me veten. Pra, okay, është e drejta ime, thot, ligjërisht, çfarë më përket ligjërisht. Edhe kjo është ligjore, që unë dua ta di se kush jam shinjet e mi. Emër mbi emër me çfarë merrem, jo çfarë fitoj, jo sa fitoj. Ku ishte njeri? Jo ja bën kjo tjetra. E ta lumshë unë, ky tjetri. Nuk je bashkëpronar në një pallat, je pronar unik i pjesës tënde, thot. Bashkëpronësia garantohet nga autoriteti. Administratori është ndërmjetës mes palëve ose mes palës dhe autoritetit shtetëror apo lokal. Ti ligjërisht përgjigjesh në prag e bedera, pragun e brenda. Pra, nuk je bashkëpronar në një pallat, thot ky. Nuk je bashkëpronar, thot ky. Vledar i shoku im, Bledian Kapo, fantastik, Bledian. Nuk jam bashkëpronar, si s'qenë kërkam bashkëpronar, unë jam bashkëpronar aty, ndaj pjesët e përbashkëta, si nuk qenë kërkam. Nga doli kjo. Pra unë jam bashkëpronar me fqinjët e mi, me ndaj koridorin, ndaj mure ndarse, ndaj ashensorin, pompën, ambjete teknike, ambjete mbështetëse, si qenë kërkam kështu. Jam pronë ato e të gjithve, aty sa jemi 30 familje. Po jo për që ta dish, je pronar unik i pjesës tënde, atë pjesën time të gjithë ditën unë. Bashkëpronësia garantohet nga autoriteti. Okej, në rregull, vazhdojmë. Administratori është ndërmjetës, mes palëve apo mes palës. Dhe autoriteti shtetëror apo lokal. Ti ligjërisht përgjigjesh për pragun tënd, po më shoku, po tjetër ku jemi. Jo vetëm, ky po më kënaq. Jo vetëm spionët e Enverit e kishin detyrë. Për sa kohë nuk cënohesh, nuk e të drejtë të dish pse porda unë në shtëpinë time. Vesi i Borsalinos, komuniste, ikën me shpirt. Pra, ky thot, ky shoku tjetër, ky thot, Rama Ali, ky thot, ku e gjimi? Për sa kohë nuk të cënohet e drejta, pse do të dish ti pse porda unë, thot ky? E ke parasysh se po bisedën, ore, biseda është fare e thjeshtë. Fokusohuni një herë, dëgjojeni me vëmendje dhe mos harxhoni kohën. Ore, dhe harxhojeni punë e madhe, mjafton që përfshiheni. Por duhet kuptoni që bëhet fjalë për të ditur emrin e fshinjit. Mbi emrin dhe me çfarë merret. Unë nuk thash që pordhja s'pordhi, lavi apo s'lavi. Këto janë gjëra që i shtoni juve, a u kupton? Për të mbrojtur argumentin tuaj. Argumentin juaj mund të mbrojt vetëm nëse juve qëndroni ke emri, mbi emri dhe puna, profesioni. Gjithë të tjerat as më intereson fare. Mua kjo më duhet ta di. Sepse ai është fqinji im. Ku jemi tjetër? Prit një sekundë. Pra nuk po pyesum pse çfarë bën ti, si e bën. Ajo është tjetër gjë. Ja ku kam një shok tjetër. S'ka fare të drejtë me ligj ti njohësh. S'ke pse e bën këtë pyetje. Okej, në rregull, s'kam fare të drejtë me ligj. Mos kam fare të drejtë me ligj. Okej. Atëherë më trego ligjin që s'pas kam të drejtë. Se nëse është me ligj e shkruar, atëherë ke të drejtë. Po për nëse nuk është e shkruar në ligj, pra që ta kuptojmë edhe këtë gjë. Çdo gjë që nuk është e shkruar në ligj, lejohet. Çdo gjë që nuk është e shkruar në ligj, lejohet. Pra është fare e thjeshtë. Po se si mund të ecim neve kështu. Ky ishte ai postimi tjetër, më duhet postimi i parë. Ai postimi i parë kishte më shumë Ku është ai postimi i parë? Ja, ky është që kanë çik më. Ky kam debat më shumë. Më shumë pa ka debat ky. Ku jemi? Pra ja urimi i shoku im thot normal, thot, për shembull unë jam ulë 3-4 herë, 4-5 herë në kafe me administratorin, gjoja të respektoj, apo qëllimin që ka të di me gjoja të respektoj. Por qëllimi ka qenë të dija nga kati 1 deri në kati 10 se kush janë dhe çfarë janë, sepse aty në pallat mbase ke i lirë metën, të duhet të ruajt se mos na vjedhin ndonjë flori. Ja shko Samira thotë ky, bravo urimi. Ka ti mund të kesh fqinj i lirë metën, thotë më vjedh florin të mua. E ka kapur mirë situatën ai. Si, pra, e ka thënë me humor, po ti mund të kesh ajdutur aty. Vjen ai merr shtëpinë me qira aty 3-4 muaj. Bën një skaner të atyre fqinjve, kush është aty ndonjërin që ka lek, krijon situatën e vjet që të ikën. Edhe ju thoni është private kjo. Ju vjen ajduti atje, ju monitoron hyrjen, daljen të gjitha. Ai miku që ti ke thënë, s'më duhet. S'më duhet ky. Ai po bën terrenin të grabisit, i thua s'më duhet. Si s'të duhet? Kush është ky që erdhi me qira? Kush është ky, më kush është ky shfaretish? Kush është ky që erdhi me qira në komunitetin ton? Si mos e dishti? Pas ka punën e vet ai.
ti familjar, me grua, me fëmijë, me njerëzit e tu, ai pas ka punën e vet. Po se ku jemi këtu? Mos jemi gjatë tu ke sheshi Skënderbej, edhe ke sheshi Skënderbej, sa për informacion, ti nuk e di mo zotëri, ti nuk e di se kush janë ata në sheshi Skënderbej. Po qeveria e di, se ka polici, ka shish, ka të gjithë i di. Na u bet juve joja bën që kërka private. Vazhdojmë me tjetri. O, një avokate Linda Simani, jo nuk e të drejtë më thokti, edhe avokati më thokti nuk e të drejtë. Edhe unë qari them avokate, s'pa prita shikoj. Është formuluar gabim pyetja i them. Nuk duhet të thosha me fqinjet, por me bashkëpronarët, me bashkëpronësi. Pse janë detyrimet e jetesës së komunitetit, po madje nuk jemi as komunitet, por jemi në bashkëpronësi, i them unë. Për çfarë do të thotë kjo, e ka fshirë. Iku ky muhabet. Po është tjetra. Ja më thot një shok, Fationi, po ti mund të hetosh, i pavarur të investigosh, të lumtosh këtë digjë ditën. Zaku Topuzi, që ka atë hotel mondialin, është konstruktiv Zaku, është i papar. Zaku së falë, po normal, nuk dori të merret me logjet e Facebookut. Zaku thot në BE, po thot, del një tjetër që jeton në Itali, bukur kjo, në asnjë vend të BE-s nuk ekziston thot. Ky më tregon Zenili Fationi na tregon në edhe që në asnjë vend të BE-s nuk ekziston. Fation, më thuaj në çfarë cepi të fshatit italian të humbur je. Po mua më tregon ti mua që nuk njeh fekun fshinat atje me njëri tjetrin. Në çfarë në asnjë vend të BE-s nuk ekziston thot. Çdo kush ka të drejtën e privatësisë, thot, privatësinë. Ndaj privatësinë, le që private s'ka asgjë njerë, po ju kanë mashtruar, ju vazhdoni t'i bini çekami të kot private. Privatja juaj ore, ju kanë mashtruar. Private sot e di kush është private sot, nëse do doni ta dini. Sot private që quhet dhe që nuk e kanë marrë vesh njerëzit e ende, është vetëm se sa herë bën seks me burrin dhe me grua. Kaq. Çdo gjë tjetër është publike, çfarë ha, çfarë vesh, çfarë bën, çysh tek këtara, çfarë ke bler. Vetëm kjo nuk dihet ende. Edhe këta nuk merret vesh se mund ta gjejnë telefonat inteligjent. Privatja jote. Në asnjë vend të BE-s nuk ekziston. Çdo kush ka të drejtën e privatësisë. Në të kundërtën të jetë në gjyqe, të keqin e gjyqit të re, bukur, gjyqi. Për cënimin e privatësisë. Kush është cënimi i privatësisë? Çaj cënova unë këtu? Që e pyeta kush je. Po sa njerëz pyesin kush je i vjet më fusin në burg mua. Po sa njerëz pyesin me çfarë merreni? Privatësia e Fationit. Sa njerëz pyesin në ditë të re, kush je dhe me çfarë merresh e pyesin. Gjën e parë që i them, sepse dua ta di me çfarë merret në funksion të ndërveprimit, të shkëmbimit të marrëdhënies, të interesave. Që thot Renaldo është modeli i sigurimit të shtetit. Keqe nuk ty ore, më kënaqë ore, keqe më bëre për të ngrënë një moll, më se më thanë mollë. Po vazhdojmë. Ku jemi? Jemi ke tjetra. Po i përgjigjet Zaku. Jo, ligji i ri për në apartamentet me qira ditore për turizëm ka ndryshuar qasjen. Ka vendosur kritere dhe kufizime, çdo bashkim po i zbaton gradualisht, do marrësh lej banorëve për dhënien me qira, numrin dhe koha e kufizuar. E kupton apo jo? Pra do ta lëshosh ti shtëpinë, thot Zaku që është kryetari i shoqatës së këtyre turizmit. Thot që do ta lëshosh ti shtëpinë me qira. Ja mund këtu ku janë 30 familjar. A do ta lëshojnë shtëpinë me qira, me kështu qira ditore. Duhet të marrë lej familjarëve, thot. Në Bashkimin Evropian ky rregull, ky ligj. Çdo bashkim po i zbaton gradualisht, do marrësh lej banorëve për dhënien me qira. Me dhënien me qira do marrësh lej banorëve. Ç'është ky mos i? Kush është ky? Kush është ky që po vjen? Ti thua akoma kam privatësinë. Vjen ai tjetri atje, ri atje një 6 muaj, monitoron skanon të gjithë familjarët, kush është, ikën zhduket edhe hep prit ta gjej policia. Kurse shumë e vedim. Kush ishte ky që erdhi dhe iku? Pse erdhi? Pse iku? Çfarë qëllimi ishte? Çfarë bente? Vazhdojmë, kemi dhe tjetrin, prit një sekond. Ja, Fationi, kthem përgjigje, u kënaqa, pam klasi debati, kënaqësi, debatin e kemi qëllim në vetvete, asgjë tjetër. Ne na duhet vetëm debat. Vetëm debati fitohet njohja. Fitohet edhe duke bërë me gjëra të tjera, po me debate kemi të shkurtër, pam bie. Kjo është një tjetër gjë. Dhe jam plotësisht dakord, pa i futin ditër Fationi, bravo Fation. Por kur është një qiramarrës me kontratë minimale 1 vjeçare, por edhe në këto ditore prap ka të drejtën e privatësisë, sepse mund të jetë një person i shërbimit informativ shtetëror dhe është vendosur për një mision, të keqe nuk të fillove ky,
dhe privatësia është prioritet, ka shtet i ndërtuar ku tjetri ka të drejtën e privatësisë, aty mbaj ti, nuk ka privatësi këtu o shoko. Privatësi në komunitet nuk ka për dy gjëra, si quhesh dhe çfarë bën. Nuk ka privatësi. Ti duhet ish krenar, ma e mend, mos haro kur. Duhet ish krenar për emrin tënd. Krenar. Ta ngresh kështu. Si quhesh? Renaldo Bregu. Fitoj 800 euro në muaj. E kam ambicin 3000 euro në muaj. Duhet ish krenar për këtë. E jo ti ish kështu e kam private. Sepse i kele këtë pastra dhe paguan taksa, more veç, e paguan detyrime. Qenë kërka private, se sa lek fiton ti, ose me qarmeresh, më shumë. Private, që duhet me qarmere mu. Atër e veç me gjera ilegale. Atër e akoma më kejtë, si qenë kërke probleme në komunitet këtu. Nësir probleme, diçka ka. E po duhet parë këj muabet që ka private e emri, private me qarmeresh. Therë njerës aty. Edhe ja ushet mëlqin. Ua, qarbete, ja titri, se kam lexuar do, se kisha një takim me komunitetin aty, për bërë administrimin, se juve dini s'më del mua, e ardhura duke u marrë këtu në logjet e Facebookut, për çfarë t'i bëj. Nuk kupton, edhe s'kisha mundësi të lexoja të gjitha. Ja titri, ku e kemi, mermeri droba, i ky shoku im. E mira është njësh me njëri tjetrin dhe mund të kishit marrëdhënie të mira, në ndihmë të njëri tjetrit. Njerëzit kanë nevojë për njerëz gjithmonë, por tani janë ftohur gjërat e kanë më kollaj të përgjojnë nga vrima e cilësisë se sa të krijojnë marrëdhënie të mira. Bravo. Bravo merr droba. Pra e kupton? Pra duhet të krijosh marrëdhënie me tjetrin, mënyrën se si ti ajo ka ngrirë figura atje apo e ke ajo s'ka ngrirë. Nuk duk sikur ka ngrirë. Pra duhet të krijosh marrëdhënie, thotë shkoj sa bukur shmirë të njihesh me njëri tjetrin. Mund të krijosh marrëdhënie të mira, të ndihmosh kur mundesh ta ndihmosh, po normal. Dhe njerëzit kanë nevojë për njerëz, po gjërat kanë ndryshuar. Në Durrës je në një, shikoj çfarë thotë ky. Në Durrës je në pallat demokratësh, ta dish. Po është më veti mama. Artion Barjami, në Durrës je në pallat demokratësh, ta dish. Ai ç'knaq, ai bukur ka. Kur je në pallat demokratësh, është akoma më mirë. Se je si grupi interesi, e kupton? Jemi pallati demokratëve, pallati socialistëve, dhe kështu i imponohesh partisë. Kush janë interesat atij komuniteti që janë demokrat, ata duan këtë, vjen deputeti i zonës. Sa bëni juve? 200 vota. Çfarë doni juve? Duam sistemin kapot. Sa kushton sistemi kapot? 4.000, 5.000, 8.000 euro. 8.000 euro. Bën marrëveshje me komunitetin, ai bën sistemin kapot, këta japin votën. E rof kapitalizmi, sa u kënaq çare. Fantastike. Ha? Si ju duket? Super. Po më marrin telefon, pra pallati i socializmit, pallati i demokratëve, mos harroni, është shumë e dobishme. Ushqejeni, palellogje. Pallati shumë bukur. Ku është ky, mos i them unë, ku është ky që të vete? Në Durrës, thot, në Durrës. O Elvisi Xhallari, o Xhallari. Elvisi ka dhe Llari, që u vdes, Llari, mbiemrat me Llari mbrapa, që janë kryesisht Koç Pogradec, fantastike, më kënaqin shumë dhe mbiemrat që mbarojnë me aj. Ja, për shembull kam operatorin tim, Brizaj. Gjithë Shqipëria i ka mbiemrat me aj, i mbarojnë me aj. Ja Elvisi, interesohu dhe për biografinë, se mos bën vaki është ndonjë me biografi të keqe. Ka pas gjyshin ballist, hallën të internuar, tezën të arratisur, interesohu një. Jo, Elvisi nuk e kam fjalën për këto. E kam fjalën thjesht për emrin, mundësisht edhe mbiemrin, dhe me çfarë merret. Dhe unë kam praktik të ja u them kur takoj njerëzit. Unë zakonisht pyes emrin, mbiemrin dhe profesionin ose hobin. Kaq më mjafton. Normal sepse ndërtoj marrëdhënie, jemi jetojmë në këtë realitet. Jetojmë marrëdhënie, shkëmbejmë bashkëpunime, interesa. Nga ta di unë ai çfarë shërbimi ofron ai. Mua më duhet një të vendos një vetratë, ai punon me vetrata, vetë e marr vend tjetër. Po pse ta marr vend tjetër vetratën? Hajde këtu ti. Ç'kemi? Erdhe me dajen. Se mori Ledio, se tha do vinin 2 minuta do të rinë xhiro, po pastaj tha të bëjmë një xhirim. E po bëjmë xhirimin tani, po flasim për këtë. Ke të drejtë ti një të dish komshin të emrin dhe me çfarë merren, si mendon ti? Jo, bravo. S'të intereson. Ta dish se kush është, si ka emrin dhe me çfarë merret. Jo. Çe do? Shumë mirë, atë po flasim. Shumë veta thonë jo si puna jote. Jo, ç'të duhet ty? Po do ta dish kush është në pallat, si të mos e dish kush është. Kush është ai? Emri me çfarë merret, çfarë është private? Ai duhet të krenar për emrin e vet. Si?
Nëse vazhdojmë, ligjërisht garantohet privatësia, thot ky titri. Allah fosu ti titër, ku jemi? O Renaldo, po ç'punë ke ti? Se çfarë punë bëjnë komshinjtë? Sërish me biografin ti. Pra ky e kupton përsëri me biografi. Nuk jemi ke biografia, jemi ke emri dhe mbiemri dhe me çfarë merresh. Dhe duhet të ish krenar. Po normal duhet ta thuash, pse jo? Unë për shembull duhet ta di. Po ma dhanë numrin e telefonit, nuk krijoj një grup dhe filloj animoj ata treg, dhe si patronazhist që jam, u them të votojmë për sen. Ke parasysh. Se mos krijovi PD-ja ndonjë patronazhizëm. Çfarë do bësh ti? Po më rini 2 minuta se mbaroj. 2 minuta se mbaroj. Bravo, se po ti mos duan. Të keqen atë që do. Të keqen, bravo, i shpenzove lekë dajës. Tjetër ku jemi? Dibra ndër vite. Po pra për ke shpenzuar, ke blerë këllefa telefona shpafun. U jetë lekë dëmë jetë. Po, se ti bleja i, pa ti e mund të kalësoj unë të. Dhe me këto, duhet të merret administratori palatit. E fundja çdo gjë duhet të fillojë që nga shitja ke zyrat, kur plotësohet një CV. E fundja çaj byta atyre se kush je ti apo unë, në të kundër, në të shkuarën, vrasës serial, manjak, seksual e tjera, mjafton që ti të blesh hyrjen, më të mirë 3+2, 1200 m², këtë se mora vesh, unë po varje. Ikën, mbaruam komentet, ka me, s'ka me. Pra kjo ishte në vijat gjera njërës. Ku ishte ai se më kështë shkojtur njeri këtu? Ka disa që shkojnë live, o buri dhe otë, ku ishte? Ku ishte? O, Shkëlzen, ku je Shkëlzen? Qarë më dërgove? O, Shkëlzen, apo e ke këtu? Samuel, ku ishte Shkëlzeni më bërë? Meri për karike da e së të mirë. Ka që ishte? Nuk e gjej do të Shkëlzeni. Shkëlzeni do të shkojtë në koment të bukur. Nuk e gjej do të. Apo ja. E gjeta pritë. Jo. Kjo ishte në vijat gjera. Flasim për të tjera të herës tjetër. Juve shkruani komentin aty dhe bëuni aktiv. Pra këtë drejtë të njihesh me komshiun, ti dishe komshiu të emrin komshit ose bashkëpronari, ti dishe emrin dhe me çfarë merret. Po ose jo. Nëse thoni jo, është shumë me interes kjo sepse nuk e kemi kulturë si shoqëri. Pra ti thua jo. Okej, me ty jam unë, po jep argumentin. Ti thua po, okej, me ty jam, jep argumentin. Nuk na duhet se mendon bardhë zi, mendon bardhë zezë kuqe apo jeshile. Nuk ka fare interes. Interes ka të na thuash mendimin, pa ta shtjellosh përse. Na bësh argument, ajo na vlen. Të tjerat pasaj se më bën mua se the ti po. Se the ti për shembull se kjo është e zezë. Punë e madhe, ose the kjo është jeshile, punë e madhe. Jeshile vazhdo, e bardhë. Po vetëm më argumento, më intereson shumë. Takohemi për herët e tjera, faleminderit, sot ishte data sa është data. Jo se ishte, sot është data 29 mars 2025. Ora është 9 sa i vete 9 kështu me baba. 21 të lumë, 21-24. Këshilla e emisionit të shëndetin humorin e radh para. Këtë është shumë të rëndësishme. Imagjinoni të keni shëndet dhe humor. Për të tjerat, kujdeset të nini 59 të kushtetutës. Po ta lexoni atë, juve do kaloni në budallik nga mirëqenia. Aty është një mirëqenie pa parë, nini 59 të kushtetutës. I thot që të gjitha, çfarë ju ofron juve shteti? Aty futeni kokën që të arrini. Hajtung, se do ham në një çik mollë.